Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së akrepit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe letrën do ta nxjerrim ja në këtë mënyrë kështu. Kam letrën 20, më fal, po që ka, pse thash 0, nga që në tarot është një fillim i ri dhe është new beginnings. Janë fillime të reja që në fakt mund të jetë në familje, mund të jetë në biznes, në punë, në karrierë, shkollë, thjesht në rritje maturinë juaj, njërisi apo në që ka të bëjë me karakterin e juaj. Por jo vetëm aq, jeni sikur vërtet duke duke u udhërryer rrugën se ka të vinë. Janë fillime të reja, është një jetë, jeni duke filluar, startuar një jetë të javë, duke gjetur qëllimet për çfarë po jetojmë, për çfarë po punoj. Do thotë se në fakt asnjëri s'punojmë pa qëllime, është po s'patë qëllim s'ka asgjë. Do të thotë dhe kjo për të gjetur qëllimet nuk është më kot duke falur veten, të tjerët, për gjërat që kanë ndodhur, nga që duhet vërtet të filloni nga fillimi, që të mund të largoheni një herë për gjithmonë nga e kaluara me këto fillime aq të bukura, qofshin në familje apo kudo.